është tërhec, sjellja e mirë tërhec. Dhe kjo neve na duhet. E për mu afru kjo, njeriu domosdo duhet mu kthie te libri i Allahit Azza wa Jall me lexuar me kuptim në gjuhën që ti e kupton. Jo me kalu shpejt, po ka dal, nëse ka nevojë edhe 30 herë lexoj një faqe, mendo, reflekto rreth saj. Lexo tefsir rreth asaj, edhe e shef se wallahi ma shumë ban dobi me lexu vetëm një faqe me kuptim se sa me lexue 10 gjuza për një herë. Edhe ma i dashën të Allah është kjo. Unë për këna betona. Se gjëja e fundit që Allah e do tek ne musliman është që na me lexu librin e Allahit dhe kur gjë mos me kuptu prej saj. Siç ka thonë i dërguar ose një prej lutjeve janë që shpesh e bëjnë kur falmi namaz natë në taravih. Duaja, një prej lutjeve që ka bëjnë është o Zot, ban në Kur'anin dëshmi për ne dhe jo kundër nesh. Amu subhanallahu nuk reflektojnë rreth kësaj lutje. Na këtë bëjnë amin, se kena qef Kur'ani më bëhe argument pro neve, e jo kundër neve. Po pse s'pe bëjnë amin edhe atë pjesën tjetër? Si ka mundësi Kur'ani më bëhe dëshmi kundër te, po bëhet dëshmi kundër te jo vëlla. Se te e lexon ajetin ku Allah Azza wa Jalla ta ka tërheq vërejtjen kundër kamatës, kundër vrasjes pa hak, kundër zullumit, kundër asaj ti i ke ditë përmend ato ajete, po si ke kuptuar. Njëti ke praktikuar ato çka Allah ti ka ndaluar. A shef sa kesh është me ditën, do të thonë me lexu Kur'anin, vetëm na gjuhë çka ti nuk e ti di me lexu, mirë po se kupton. Nuk është kjo Allah çka ka lipë neve. Afala ta'qilun. Shumë shpesh e përmend Allah Azza wa Jalla. Edhe atë mënyrën tjetër që thot Allah, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Në surën Ankebut Allah subhanahu wa taala ka thënë hasban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Çfarë ajeti? Subhanallahu, ajet madhështore. Thot Allah Azza wa Jalla hasiban nas. Ai boni hesab insani, apo ai kalkuloj insani. Hasban nas an yutraku. Që ka melon ata veç. An yutraku an yaqulu amanna. Që talon ata të krenohet e rifi e të thot, unë jam besimtar, në kumë besue. Frin gjyksin, o ka dal. Amanna, pastaj, wa hum la yuftanun. Pa isprovuar. Jo, nuk shkon kjo punë të Allah ashtu. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Nuk penuj këtë Allah Azza wa Jalla. Është problematike me lexuti këto ajete, me mësu përmensh. E njëtën tonë me jetu, pastaj apo të në kontradikt me këta shka e ke lexu. Edhe pastaj me krenua, me thonë unë jam besimtar. Na kena qef, e lusmi Allah Azza wa Jalla që të na llogarit prej besimtarëve. Mirë po, sa i përmbushti ato kriteret mu llogaritan prej mu'minunve. E Allah na dhosht hise në ata që është më mirë dhe më dashur te Allahu Azza wa Jall. Allah na i fal mangësitë tona, e gabimet e tona, rrëshqitjet tona. Na i mundsoft Allah dhe na i lehtësoft Allah për mirësimin ka ajo që Allahu në kënaq, e na i lehtësoft Allah largimin nga ajo që e hidhron Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah shpëlem. Barakallahu fik.